Poezia nuk duhet parë vetëm si arti fjalës, por edhe si arti këndvështrimit të kërkimit të vlerave tek ajo që na rrethon. Gjëra të vogla në dukje, por që formsojnë kuptimin e jetës. Sofra Bezi Pashkundun, një stil i ri të shkruarit poezi në një gegnisht të pastër që ndihmon vargjet të rrjedhin këndshëm. Edhe lexuesit për ta shijuar më tepër poezinë e arritur, ose poezinë e vërtet, poezinë poezi, është e vështirë me thënë cila është, duhet t'i dorëzohen pushtetit saj, që ata të përpihen më nej prej saj. Kurse në pjesën e dytë të emisionit, ju mund të ndiqni reportazhin Youth Care, kujdesin ndaj natyrës që na rrethon, duke e nisur punën që nga ndërgjegjësimi. Të rinj nga vendet Ballkanit japin idetë e tyre se si mund të arrihet kjo, duke finalizuar përpjekjet në një konferencë së përbashkët në Athinë, Greqi, mes tyre dhe shkodranët. Është një projekt ndërkombëtar i cili po zbatohet në Itali, në Greqi dhe në Shqipëri. Mësoni më shumë duke na ndjekur të premten datë 20 mars 2026 ora 21 në emisionin Arom Shkodre të TV1 Channel.